Kryetari i Komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, priti në një vizitë zyrtare ministrin e ekologjisë, zhvillimit të qëndrueshëm dhe zhvillimit të veriut Damjan Qullafiq. Gjatë takimit u diskutuan tema me rëndësi të veçantë për komunitetin lokal, me fokus në ekologji, zhvillim të qëndrueshëm dhe projekte infrastrukturore strategjike për Ulqinin. Falenderoj ministrin Qullafiq për vizitën që e kishte këtu me bashkëpunëtorët e tij. Ne kemi pas një vitit intenziv ku kemi bashkëpunuar në vitin 2025 dhe gjatë atij vitit kemi arritur deri ke marrëveshja për themelimin e ndërmarrjes për mbrojtjen e kryqëpore së Ulqinit. Sot jemi fokusuar shumë më tepër në pyetje të tjera, të cilat kemi iniciuar. Kemi pyetjen të cilit takon sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit të ri, projektit i cili është duke u bërë për 4 zonat, për Braticë, Malbar, Totosh dhe Kodra, i cili duhet të pranohet gjatë këtij vitit, sfidat e cilat dhe problemet e cilat e kemi me investimin me kredit me huat KEV bankës, e cilin e kemi duke u zhvilluar me kompaninë Jedinstvo, sepse aty kemi mbritur deri te bordi për zbardhjen e problematikave që mund të çojnë në arbitrazh të mundshme. Komuna e Ulqinit është shumë e fokusuar që ky të jetë projekt i suksesshëm, por sfidat e vetë projektit janë shumë të mëdha dhe të duhet të jetë informuar edhe ministri dhe ministria përkatëse. Gjithashtu kemi diskutuar edhe për çështjen e Port Milenës, për çështjen e Lumit Buna dhe daljes në det të ju e dini që Ulqini sistemin tani të kanalizimit e ka me 2 gryka të cilët dalin në det dhe problemi i Port Milenës është ngushtë i lidhur me hyrjen në funksion të daljes e cila është në kepin e Gjeranave. Kështu që aktivitetet tona të përbashkëta do të jenë shumë më tepër tani të fokusuara në këto cilësi, po ashtu edhe në mbrojtjen e kryqëpores, por edhe në mbrojtjen e zonës së plazhit të madh të cilit kemi përsipër. Unë jam i sigurt që gjithë këto punë do të jenë të suksesshme dhe e dini që kemi caktuar që me 30 janar të bëjmë formalisht edhe në shimin e marrëveshjes për themelimin e ndërmarrjes e cila do të merret me mbrojtjen e kryqëpores. Kryetari i Komunës së Ulqinit u shpreh kritik ndaj zvarritjes së projekteve nga ndërmarrja për të mira detare, duke theksuar se çështje si riparimi i molës së Ulqinit dhe realizimi i shëtitores nga hoteli Albatros deri në kepin e Gjeranave ende nuk kanë gjetur zgjidhje. Ne me ndërmarrjen për të mira detare kemi marrëdhënie të ftohtë nxehtë. Dhe kështu që ne shumë shpesh kërkojmë nga ato projekte të futen në realizimin. E dini që problemi i molës së Ulqinit nuk është i zgjidhur, edhe pse kemi insistuar të 2 vite që të riparohet spaku e molje. Kemi patur shpresa që në tenderin të cilin kemi iniciuar që të bëhet shëtitoria nga hoteli Albatros deri në kepin e Gjeranave të hapet sa më parë. Nuk jemi të informuar, por sigurisht nuk jemi të kënaqur me qëndrimin e të mira detare, sepse çdo proces është duke u zvarritur. Nga ana tjetër, ministri Qullafiq vlerësoi lart bashkëpunimin me komunën e Ulqinit dhe cilësoi vitin 2025 si shumë të suksesshëm në aspektin e projekteve të përbashkëta. Dakle, prije svega moram da iskažem zadovoljstvo što i ovu godinu počinjem prvom radnom posjetom koja je upravo posjeta opštini Ulcinj. Taj manir nekako prati onaj manir koji smo imali 2025. godine, koji ocjenjujem kao veoma uspješnu godinu u saradnji Ministarstva ekologije, održivog razvoja, razvoja sjevera i opštine Ulcinj. I zaista moram i javno uputiti zahvalnost personalno predsjedniku Nimanbegu i njegovim izvanrednim saradnicima na punom razumijevanju i doprinosu koji su dali generalno u radu Ministarstva ekologije i rešavanju onih pitanja i problema koja su krucijalna za zatvaranje poglavlja 27, a formiranje upravljača Ulcinjske solare, da kažem, najkrupnija obaveza u oblasti završnog mjerila zaštita prirode. I u tom smislu veoma sam zahvalan i naravno 2026. godinu počinjemo jednom radnom posjetom u toku koje smo razmatrali mnogo pitanja, između ostalog i ovo pitanje koje ste mi vi postavili, to je pitanje eventualnog zagađenja rijeke Bojane, pri čemu smo konstatovali dakle, da je to jedan veoma složen problem kojim se u ovom trenutku i u buduće ne može baviti samo Ministarstvo ekologije, nego to mora biti interresorni pristup i vjerujte da ću na
jednoj od prvih sljedećih sjednica vlade ovo pitanje u vidu informacije kandidovati sa ciljem da animiramo i ostala ministarstva koja su nadležna u okviru svojih kompetencija da naravno tom problemu pristupimo interesorno i da pokušamo da ga naravno u saradnji s opštinom Ulcinj rešavamo. Ja sam i ranije imao razgovore sa kolegama iz Albanije, ti se razgovori nastavljaju, pri čemu dakle konačan zaključak je da se ipak razmotri stepen zagađenja koji čini Crna Gora i stepen zagađenja koji čini Republika Albanija, tako da tom pitanju pristupamo, da kažem, temeljno i pokušavamo na bazi dijaloga da ga rešavamo sa kolegama iz Albanije, uzimajući obzir da je Bojana zajednički prirodni resurs. Të dy palët u shprehen të bindura se projektet e përbashkëta në fushën e ekologjisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm do të sjellin përfitime konkrete për qytetarët e Ulqinit dhe për mbrojtjen e pasurive natyrore të kësaj zone.